Monsieur le Premier ministre Cheredi, Mesdames, Messieurs les ministres, Zoti Kryeministri i dashur Edi, zotërinj, zonja ministra, zonja ambasadore, zoti ambasador, zonja zotëri. Faleminderit Zoti Kryeministër për pritjen tuaj të ngrohtë të djeshme. Si dje dhe sot. Është një lumturi e madhe për mua të jem përsëri këtu. Një vit e gjysmë pas vizitës sime të vjeshtës 2023 dhe pas vizitës suaj në Paris në 2024. Ministrat tanë janë gjithashtu takuar në njërin anë dhe në tjetrën për këtë agenda me këtë intensitet të paparë. Vjeshta 2024 kishte 110 vjet pa vizita presidenti. Dua të filloj këtu për duke u falënderuar për rizgjedhjen tuaj, për besimin që morët, që është e rëndësishme për ju dhe për ne të gjithë, sepse është ky mandat që do na lejojë të vazhdojmë këtë agenda kaq ambicioze të dëshiruar nga vendi që për kaq vjetësh. Dhe ju falenderoj për organizimin e CPS, që është samiti i parë i bërë në rajonin e Ballkanit. Faleminderit për këtë, për pritjen tuaj, si dhe për vazhdimin që do bëjmë së bashku.